Faleminderit shumë Eridian për këto informata, faleminderit edhe Tringës, ndërsa ne tani do të kalojmë tek tema tjetër, cilën e kam paralajmëruar edhe herët edhe pak para lidhjes direkte, ku do të flasim pra se çush ka shku muaji i Ramazanit, edhe pse jemi krejt në ditë të fundit, por çush të bëjmë edhe një përgatitje të dur të trupit edhe për festën e Bajramit, meqense kemi më tepër një sasi të konsiderueshme të ëmbëlsirave, por çush me u rikthy në këtë normalitetin e 2-3 vakteve në ditë, për shkak se patjetër do të ndikojnë në organizëm. E sa ju kemi përmbajt rregullave të Ramazanit, tash do të flasim me Albulen Shabani Ilazi, që është nutricioniste dietologe, me të cilën e kemi nisur edhe këtë fillim të muajit. Edhe kemi diskutuar për këshillat edhe informatat e nevojshme që është dashur me i dicoj për këtë organizmin ton gjatë këtyre orëve të agjërimit që i kemi mbajt. Tash kuptojmë që se ju kemi përmbajt këtyre rregullave apo jo dhe çka duhet bërë më tutje. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi që të kam këtu, por shpresoj që ke nisë një ditë të mbar, e di që je agjërueshëm, edhe uroj mos me të lodh shumë. Duke na i shpjeguar dhe duke folur për ushqimet. Edhe pse kjo është puna që ju e bëni zakonisht edhe gjatë pjesës tjetër ditës. Jemi në pikën që veç që kena marrë benefitet prej agjërimit, edhe përveç shëndetit, ka ndiku jashtëzakonisht shumë mirë pa marrë parasysh edhe ngarkesës edhe lodhjes në sistemin nervor qendror. E kemi thënë edhe në fillim që është e vetmja formë që i regjeneron, më thonë mas të madhe edhe qelizat e trojt, që mendoj që në këtë rast e kena arrit kulmin, disponimin e kemi në maksimum, atë qetësinë shpirtërore e kemi maksimum edhe nuk lodhem. Edhe tash koncentrimi është shumë më mirë, edhe shumë më i madh se sa ndoshta ditëve të para, cilat munden me qenë apo java e parë pak më problematike. Në bazë të tyre bisedave cilat ju i keni bërë edhe me klientët, por edhe me mes në përgjithësi, a ju kanë përmbajt rregullave për me qenë apo për me pas edhe me atlet me agjëru, po edhe me i marrë këto përfitime? Më tregu drejt, unë për vetë jo me kënaqen se këtë vetë në krahasim me 8 vitet që unë veç merra me nutricion, në këtë vetë ka pas jashtëzakonisht shumë interesim përveç, më thonë, ata që normal kanë agjëru zakonisht, ose ka pas edhe shumë që kanë fillu të ri, ka qenë vetëdijsimi shumë më i madh se çysh mi shfrytzu, më thonë, mi marrë edhe përfitimet shëndetësore. Unë mendoj që këtë ndikim e kanë bo edhe edukimi medial, të pas parasysh që në secilin televizion çdo ditë ka emisionet ndryshme, nutricist, dietolog, doktor, mjek, për shkakun që japin këshilla të ndryshme, mendoj që rrjetet sociale, mendoj që këtu i kanë jep pak një rëndësi pak më të madhe kësaj, dhe më të vërtet ka qenë interesimi shumë më i madh se çysh me shfrytzu. A kanë shfrytzu? Jo edhe shumë, për shkak të pas parasysh që edhe para se me fillu thashë e kena pas pak problem me këto daljet jashtë dhe kjo është kënaqësi se ti mbledhesh, realisht kur njihesh mirë, edhe nëse nuk kanë shumë mirë, të paktën energjia është e mirë dhe kemi mundësi me mendu edhe kemi zgjidhje çysh me djeg ato ose çysh me largu ato toksinat që i kena marrë. Për shkak nashta këtyne traditave, me shkute dikush, me dal jashtë, iftare të organizume, nuk është që kanë mujtë me marrë 100%, po ata që kanë dosht... Se kanë përgatit vetë ushqimin edhe... Po, për shembull, ata që kanë dosht edhe kur kanë shku, për shembull për veti edhe kur shkoj jashtë, pse s'është ushqimi ideal, mesin asaj tavolinë, diçka ka për mu, edhe realisht u pas parasysh që Ramazani s'është me ngi synin, as barku. Më thë është me ngi synin e jo barku, nuk ka nevojë me ngi barku, është me sforcu vetën për me duru, realisht, edhe normal që është të sasia sa ma e vogël se veç edhe një sasi të konsiderueshme e keni konsumu për shembull, personalisht apo keni zgjedh edhe ato edhe pse për shembull nuk kanë qenë balancuar edhe në mes se pa mundën është pa pas tu pas parasysh edhe në restorana, po edhe se cilën shtëpi pjata është e balancuar, ka edhe sallat, ka edhe supë, është mishi, ti mundesh çdo herë me bo zgjidhja. Dhe pa parasysh që nuk mungon pitolka, longo, pitja, brumi këtu, po kudo që je me dashur të gjenë zgjidhja, në këtë periudhë, sinqerisht, më thanë sidomos këtë ditë, kom pas shumë që i kom pas me plane, ose që ju kom jep këshilla, s'është dhe thane vetëm plane, që më kanë kontaktu edhe janë
falemnderu shumë që me të vërtet ka ndiku tepër mirë kjo lidhja që me regullu edhe pjesën e ushqimit të shëndeti se cilit. Për mu prioritet është se qysh është të një, nuk janë shumë prioritet kilogram sa tu binë kontinuitet edhe nuk është se cili trup i lindur edhe i rritun për mi pas kilogram, për shambull, bëme indeksin 24-25, abdën së është të thonë krejt me kanë manikene, po realisht të rëndësish më shmiqenja shëndetësore, sinqerisht, kanë diku tepër mirë. Ata që kanë ditë me shfrytzu edhe me majtë. Po, shumë e vërtet. E tash, pas këtyre ditëve që kemi agjëru, kemi qëndru për një kohë pak ma gjatë pa ushqyn, qoftë ata që ju kam përmbajt regullave ose jo, qësh me bo ma atlet për organizmin, për vetën tonë ditën e bajramit, qka me pas parasysh, si ti qelim syt me hongër, a me vazhdu ndërsta edhe pak më gjatë, qka me konsumu edhe qka jo? Tash, kishë mirë këtë disciplinën që e kemi mua në Ramazan, mu binë që na po muj me bo, disciplin edhe shprehi në ushqem, edhe në orar, edhe në sasi, edhe në cilësi, dhe me shfrytzu metodën fasting, agjerimin e ndërpreme, dhe të pakten varet prej qyshe kanë punën ose kohën, kur gjohën, pakten 8 orë me hungër. Mos me hungër ma shumë se 8 orë. Po, të kitë periudën tjetër, dhe më thanë që janë pa ushqem, muj me pi kafe, qaj, po pa sheqer, edhe fruta, ushqime që kanë indeks glikemik ma tolt, që nuk e aktivizojnë prodhimin e insulinës. Se në momentin që fillam mu prodhu insulin në trup, na kemi neps për ushqime, si dhe mos jemi të prime me pas neps për ëmbëlsira. Kështë që e mirë që ditën e bajramit, mos me hungër për shambull ushqim, përveç naj qaj, naj kafe, naj mull gjelbërt, naj tas kefer për shambull, me që zakonisht e kam përdorë në sëfër me naj fara qia që ndikon me përgadit sistemin tresë dhe i merë probiotik dhe prebiotik si fillim, po më nëjme me ngjas, më thamë vakti kryesor me që ndikon rreth orës 12, eventualisht një, që është edhe tradit që buhet dreka, dhe në atë kohë, normal një drejk balancume, jo sasi shumë të madhe, normal duhet protein, karbohidratin, 2 vitamin, mineral që përfshin një pjat me mesh, perime, qovë salat, qovë shton, një supe let, po jo sasi. E mbrapa drejkes, atëherë me mujtë mi përdor ëmbëlsirat, edhe ato mos me zgjat këtë periudën e konsumimit të ushqimit, mos me zgjat ma shumë se 8 orë. Përse cilin edhe për ata që e kanë majtë mas mire, edhe për mu personalisht që e ku majtë njërën matë mirë të mundshme, edhe për një profesionist është ndryshem. është ndryshem. Një qysh kemi pas një mundet me pas diçka simptoma. Mundet me pas mundem, ka me pas dhimbje luksit, po nëse e këteproj me karbohidrate thjeshta, që sheqeri, pjetë e gazume, ëmbëlsirat, sasi shumë të madhe, atë normal që ka me pas edhe na i thartir, vjellje, dikush ka problem me jashqitja, abden sidomos ata që kanë smundje kronike duhet me pas shumë kujdes, personat që kanë diabet, hipertension, ose tek smundjet autoimune, se ndikon direkt ndryshimit të hormonet. Të këtu raste duhet me pas shumë kujdes, se për shembull mos me tepru me sasi, nuk po du mu bua ashtu shumë e keqe, me thonë mos me hungër ëmbëlsira, po ato që i hani, mundani që abden, mos me konë sasi edhe mrena këtyne 8 orë, mos me konë sasi që mos tjetë ndoshta edhe krejt në mbramje, po, vlerat, nëse na i marim vlerat të shqyse në vaktin kërësor që e hajmë, trupi nuk ka me kërkushëm. Edhe nëse hajmë, ki me provu. Adi nuk ki me mujtë me hungër, zakonisht tonë për vetin praktik shtot për gjithshme, jo veç vetë, por shumica qatë dit nuk mujtë me hungër. Pa marë parasysh që nështë ta provojnë, ose ata që hajnë kam i mundu shumë, po s'mundesh me hungër, se veç o mësu trupi që ashtu. Mirë kishtë qenë që të pakten edhe nëse hajnë, tjetë kjo vakti kryesor, gjithë qysh mi marë krejt lira të shqyse, zatën që pe hajna një iftar, po jo shumë të ngarkume, e mra pa asaj me pushu pakten një orë, edhe pse jo, abde me shiju se njëherë është festa, dhe për festa ta më puna. Po mu mundu, njëm shumë e knoqën këtë periud, sinqeresht, me trendin e ëmbëlsirave.
Flasim pak edhe, a mundemi me bo diçka të shishme, të shëndetshme edhe tjetë ëmbëlsirë? Instagrami me Lenën ka plot zgjidhje. Instagramin e keni, po për ata të cilin ndoshta s'kanë Instagram. Okej, kam edhe Facebookin e TikTokin krejt. Kështu që po sinqerisht, jam shumë e lumtur se kritikohen po më dalim, po më vim vedo të ëmbëlsirave të shëndetshme ka sheqeri natyral. Për shembull, hurmet po përdoren, gjalpat të ndryshme, gjalpi kikiriku, gjalpi fëstëkit. Për shembull, ajo çokolada e Dubai që është, e vetmi sen nëse përdoret o fjala çokolada e zezë, hurmja, nëse përdoret gjalpi që mundë me pregadit kushte shtëpie, për shembull, gjalpin e fëstëkit, edhe tahini është shumë i shëndetshëm. I vetmi sen aty që është kadaifi, që ajo nuk është sasi që është karbohidrati thjesht, që nuk është sasi shumë e madhe. Pra mundemi me përdorë edhe me konsumu një të tillë në kushte shtëpie, sepse e di që ka shumë e blej, po ta dim çu është përgatitur. Jo me blej për shembull, dhe jo me pregadit me çokoladë bardhë, jo gjalpin me blej se din me pasin dyna jo të mira me blej, se edhe ashtu kushton goxha shumë. Ma mirë merr fëstëk me pak vaj ulliri, e blindon edhe bëhet vetë. Tahini ka vlera të jashtëzakonshme, sidomos për parandalimin e smundjeve autoimune, që është reuma, për shembull për kockat, preshta, ka sasi të kalciumit, ka yndyrna të shëndetshme, normal mos me tepru me sasi, se ajo bëhet edhe pak më e rëndë kështu si ëmbëlsirë. Për shembull, një hurme me nanjonin prej arroreve, për shembull pak orë, pak naj kikirik, po jo me shumë krep, me një çokoladë zezë, badem, orë, diçka prej arroreve, çka do që ju pëlqen. Për shembull, mund me bu këtu kremat unë i preferoj shumë kremat me fruta të thota në këtë periudhë. Për shembull, cilin do lloj frut të thotë, hurme, kajsi, kumboll, feq, e lën 10 minuta në ujë të nxehtë, e largon atuj, e blindon me pak qumsht, mirë kish me qam qumsht bademit ose diçka bimor, po edhe pse jo qumsht që përdorim zakonisht, ose edhe kefer, edhe asaj mund është mishtu fara, mund është mishtu arrore tjera, dhe buhet një lloj si pudinko, që është jashtëzakonisht shumë i shëndetshëm, po edhe ndikon shumë mirë në tretje. Komplet frutat e thota ndikojnë tepër mirë në tretje, edhe i kanë këto vitaminat B, kanë antioksidant, për shembull kajsia ka antioksidant, kumbulla, fiqi ndikojnë, krejt këtu ndikojnë në sistemin tretës. Për shembull, një ëmbëlsirë që ashtu ma mirë një qasi ëmbëlsirë se sa një cheesecake. Po, shumë e vërtet, mundemi me konsumu një copë diku më vonë qofse të një sasi të vogël, po ka dhe ëmbëlsira të shëndetshme. Që edhe janë zakonisht shumë të shishme. Me kafën e mëngjesit, mundësh me shoqëru të paktën një ëmbëlsirë të tillë, në mënyrë që të përgatitet pra dhe organizme për ndryshimin, që do të vijë edhe mos t'ja teprojmë me këtë ushqim. Ndërsa ka dhe gjëra tilla tjera të ëmbëlsira që mundemi me i përgatit, ndoshta edhe sytliashe ose tëmlërizi mundet me përgatit në mënyrë pak më të shëndetshme, se sa kjo krejt tradicionale që e kemi. Për shembull, unë tëmlërizin e bëj me oriz integral, edhe të njëjtën kohë nuk e bëj, realisht në traditën e dugagjinit nuk e bëj me sheqer, e bëj me krep. Edhe jo sasi shumë të madhe kripes, bile si tradit, logjikisht kur e mendon, e kanë mendu shumë mirë, në dugagjin, vakti i parë, 12, dreka, hahet tëmlëriz me krep, që realisht këtë rast i merë mineralet, edhe ki me marë fibra, edhe me buksimite. Është specifike kjo pjesa që krejt familja hajnë buksimite. Bukasimite është një bukë e bardhë, do këtë kështu, po realisht gjatë procesit fermentimit natural tharmit që zgjat deri në 3 ditë, ajo shëndrohet në një bukë super shëndetshme. Që në kupton edhe gluteni që përmbajnë miellit, që përqëndrohet. A është një kombinim i mirë kërsa së mundë me paramendu? Është me tharm natural. Mundesh me pa vedën se është. Jo, tëmlërizi dhe buka për këtë arsye e mendova. Për shkak se unë e përgatis edhe e ha me sheqer. Jo me krep, për atë arsye dhe pyta. Një tradit shumë interesante. Buka është e bume me miell të bardhë dhe me sheqer, me ves edhe me pasol, me drithna. Mund të më bu me drithat ndryshme. Si recet, dugagjin nuk kanë tradit që nuk është shpërnda, veç o bardhë, për shembull,
prej vjerës të nusja e kështu, po kështu që nana shtimë në shpëndo recetën, edhe kështu që sinqerisht armi i simitit është përdor, edhe unë e përdori edhe sot me pregadit edhe buk, për shkak ma tharm, nuk përdori tharm artificial, ma tharm, për shkak zakonisht nana ma ka pregadit, ma herët e tash e kom mësu me bo edhe vetë, po. Kështu që shëndrohet në një bukë se edhe sheqerin që kemi aqit bukës, ato mikroorganizmat për mu fermentu, brumi e hajnë komplet sheqerin edhe ai degradohet. Më thonë nuk mbetet sheqer atë. Është shumë e shishme dhe është shumë e shëndetshme. Pse është e shëndetshme? Sepse përmban karbohidrate komplekse edhe ndikon tepër mirë në treti. Për shembull, logjikisht kur e mendon, edhe atëherë se kanë ditë këtë ndikim për shembull se nuk kanë pasur lumtime klinike. Po e kanë përdor këto. Çka është më rëndësi për shembull, nëse i shtojmë elb, nëse i shtojmë drithra tjera, ajo përthith edhe beta-glukanin prej drithrave, që është i njohur beta-glukani e dim për sistemin imunitar, e ma herët, për shembull, gjysh jam tregojke edhe nana normal, që sidomos na si fëmijë unë e mbaj mend, që nana na ka jap qasi lëngu, qasi tharmi me mjalt, në periudhat sidomos, periudhën e pranverës, kur jemi kanë të lodh. Ose kur jemi kanë smut me naj grip, me naj diçka, që si tharë me mjalt nga kanë jep. Logjikisht kur e mendam, për shembull, ajo është beta-glukan natyral. Që sot për shembull beta-glukani preferohet si antioksidant shumë i fuqishëm në formë suplementimit. Edhe nuk mujna me gjetë kurkund për shembull te ushqimet. E kjo bëhet në formë natyrale. Do të thonë logjikisht kur e mendon sepse se kanë ditë në aspektin shëndetësor, të shëndetshëm edhe aq, po. Po edhe normal që i kanë pas vakte të rregullta dhe kjo kanë një prej arsyeve. Atë po du mu dalë më kthy një herë te kalumja, po logjikisht kur e mendon, për shkak njerëzit nuk kanë pas kaq shumë njohuri, se sot për shkak ti mundesh vetë individualisht me ul me lexu, nuk kanë pas kaq shumë njohuri, po sinqerisht i kam pas traditat, zakonat, i kam pas stillat mësume, trashëgume që ju kanë të rëndësishme për shëndetet dhe kanë vazhdu me jetu normal edhe ma mirë. Po, shumë e vërtet. Sa i përket ujit, duhet të qëndrojmë me të njëjtat? Po, sa ma shumë të hidratume. Kishtë qenë mirë që kam propozu edhe në fillim me pigja të Ramazanit një uj detox, me antioksidante këto. Kishtë qenë mirë edhe tash, për shembull uj me ufull molles, për ata që nuk kanë probleme me tharti, për shkak që ndikon tretje, për shembull mishtunaj, kanell, xhenxhefel. Këto kryesisht që pasurojnë me vlera ushqyese për shkak që me ndihmu tretjes. Po, po. Edhe gjithsesi është shumë e rëndësishme përdorimi i kosit ose kefirit, kuptohet pa i ndyr, mëngjes, sidomos se kështu nëse s'dojnë me hungur ato mlorizin, se kanë krejt për shembull çat 3 ditë, mirë është me fillu me kos për shkak që mi ushqy bakteriet tona në zorë, dhe atu me pas ma të letë lëvizjen e zorëve dhe të ushqimit që e muarim gjatë ditës. Këshilla jame është festoni, gëzoni, hani, krejt, po të paktën vetëm tetor. Mundësisht tetor. Jo sasi edhe mundësisht mrena tetorve. Nuk po du mi nalë kur gjë, se është e pa mundë me nalë shqiptarve me mungër baklave. Paktën baklave, pak më vonë herët në mëngjës e patëm atë natyralen, me sheqirna natural, e cilat receta pra Lena e tregoj edhe që mundeni me i gjetë edhe në rrjetet edhe në profilet të soja sociale, e dini tashmë edhe në Instagram, TikTok e Facebook. Faleminderit shumë për këshillat edhe për kohën që ndarë me qenë pjesë e emisionit mëngjesit, kënaqësi shumë çdo herë me biseduar. Faleminderit edhe ty për ftesën, kënaqësi çdo herë.